për shqiptarët, çfarë do thotë? Po, nëse qeveria amerikane pezullon drejtën e lotërisë të vizave, diversitet të viza, si thonë ta, normalisht edhe Shqipëria do ndikohet. Pra, është marrë vendimi këtu preket e Shqipëria. Po, ajo për momentin në vërtet është marrë si vendim, po ato duhet me aprovu Kongresi Amerikan, që të marrën vendim në formë shpreh. Kjo ka ardhur në vërtet ky vendim. Trump ka tentu edhe në 2017 me heq këtë programin e diversity vizat lotëriave amerikane, por s'ka rrit me bë, domon, është mundu edhe një herë domon I ka pezullu për një kohë të shkurtër në kohën e Covidit, por tash ka dhënë ajo sekretarja e Homeland Security ka informuar domon që administrata e Trumpit do ndaloj këtë. Në të vërtet ai ka mujt me pezullu për një kohë edhe mos me ndalu, pasi dihet që ky program ka filluar që nga vitet 90-95, domethënë edhe kanë qenë diku 50.000 familjar që janë futur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në momentin që ata janë aprovu domethënë mas një këta I thonë screen, mas një sit, si me thonë shqip, masi kualifikohen për ato raundin e parë, shkojnë ke raundi I dytë, pra qesin ato dokumenta shëndetësore, dokumentat e shkollimit, çdo gjë kur I kalon gjithë ato kriteret, pastaj ju aprovohet një vizë, duhet me pas edhe një sponsor që ka vite në Amerikë, domethënë që mbulon të ardhmat për një periudhë disa vjeçare, gjoja për këto që vinë, domethënë, po asnjëri kur vjen normalisht që vinë thjesht me ndërtu një jetë, nuk bazohen te as familjarët e vetë edhe as të njerëzit që kanë bërë ato garanci. Por problemi është se kjo ne si shqiptarë, domethënë dihet se sa familjarët kanë ardhur për Në mos gaboj edhe ju me anë të këtij procesi, pra të lotarisë keni shkuar në Shtetet e Bashkuara. Apo jo? Unë vërtet kam marrë si turist me vizë turistike dhe kam ardhur kam kthy herën e tretë, domethënë që kam marrë përfundimisht në 97-ën, në mars 97 kam aplikuar si azilant politik. Edhe në intervistë, domethënë intervistën e parë më shpremtu që do marr letrat. Ajo çështja ime ka qenë shumë si me thonë komplikume, pasi kam qenë pjesëtar I administratës asë kohë në Shqipëri, edhe ajo oficiera e migracionit në vërtet asgjë nuk më pyeti për çështjen time, më shumë pyeti për çështjen e Azemajdarit, për çështjen e Duar Selamit, më pyeti më shumë për politikën aktuale në Shqipëri. Tha, unë nuk di asgjë për Shqipërinë për momentin, se kam vite që s'kam marrë, tha, po duket se kur ti duhet me qenë një nga kandidat me marrë letrat. Unë se kam, tha, komplet në dorë, e ka ai, si me thonë, supervisor, tha, që I vlerëson ato thëniet e tua dhe ato që kam përgatitur në çështje, po me që pas këtë familjen këtu, do të bashkoj me familjen. Ajo është, si me thonë, pak fat, edhe pak ndikoj pozita që kisha në Shqipëri, domethënë që punosha për shtetin, situata e 97-s, domethënë që me firmat piramidale, këto faktorë u bën, domethënë ishte një rezultat që ajo tha, besoj që ti do I marrësh letrat, edhe mas 2 javësh merr ajo recommended, approved, domethënë e kishin rekomanduar për aprovim, mas një muaj domethënë thotë I aprovu edhe ke drejt me nxjerr ato letrat për me udhëtu travel document edhe në proces ato gjëra të tjera për bashkim familje dhe kjo, mas një vite 3 muaj, diçka, një vite 4 muaj, u bashkova me familjen. Pra për të rikthyer tek kjo zoti Kortoçi, pra nuk kemi një pezullim, pra nuk është marrë vendimi nga gjykata, është thjesht vendimi marrë nga qeveria, por në fund do ta thotë gjykata fjalën
për këtë rast? Do ta thot kongresi, për çështën time apo po flet për Jo, flas për rastin tani do ta thot kongresi fjalën e fundit. Po, do ta thot kongresi fjalën e fundit nga këto mediat amerikane dhe nga njerëzit që tash kanë akses të këto social media, disa njerëz domosdoshmë e kritikojnë pse Trumpi ka mujt me pezullu për momentin, pasi ky u bë shkas domosdoshmë ngjarja që ndodhi në Brown University që u vran 2 veta dhe disa tjerë u plagosën nga investigim nga hetimet, domosdoshmë ai personi që kryu aktin e terrorit ishte një emigrant nga Hungaria që kishte ardhur me vizë, me llotari vize. Tashi kur politikanët e gjojnë një shtek që ndoshta diçka që kanë dashur me bë përpara dhe gjojnë një arsye. Pra po thoni që po përdoret si justifikim. Po përdoret si justifikim, pasi shumica këtu duhet me kuptu një gjë që Amerika është bë me emigranta. Ai ka ardhur nga Hungaria, unë kam ardhur nga Shqipëria, tjetri ka ardhur nga Afrika. Kështu është Amerika, është melting pot, domethënë mix, është përzimje e këtë botës. Problemi se si politika i kanalizon gjanat kur ka interesin e vet për diçka, domethënë mundohen që me kriju autoritet ose me fitu kredibilitet të ata zgjedhësit e vet. Kur e shef për shkak që një emigrant si puna e këtij që ka ndodhur domethënë që ka bërë aktin terrorist në universitet, ai thjesht ka ardhur nga Hungaria, një tjetër ka ardhur nga Afrika. Amerika është bërë me emigrantë, edhe baba i Trumpit ka ardhur nga diku. Kështu që s'mundesh me thonë që erdhi Sadriu, erdhi Dylberi në Amerikë dhe bani krim edhe tash ka ardhur me loteria amerikane. Njerëzit futen, njerëzit i ke këtu që kanë link këtu me gjenerata edhe këtu çdo ditë ndodhen krimet armatosur. Çdo ditë. Ajo se nga vjen ti edhe pse ke kry krime nuk ka të bëjnë për mendimin tim, nuk ka të bëjnë as pak domthon se ti ke fitu loterinë amerikane dhe ke prit me fitu një loteri dhe me shku me kry krime në Amerikë. Për mua kjo nuk unë e suportoj Trumpin, po për mua nuk ka asnjë lloj kuptimi. Por në Shqipëri ne nuk kishim këtë vit në fakt, edhe përpara se të meshë vendimi për pezullimin nuk u hapën fare aplikimet. Po, sikur se thash përpara, ky ka dashur me ndalu komplet edhe përpara këtë, nuk ka dashur pasi dihet, domethënë vetëm sa njerëz kanë hyrë to vite që ishte administrata e Biden, sa njerëz kanë hyrë legal. Amerika sot, si më thonë, është nuk dihet me statistika se sa njerëzit janë të pa dokumenta. Çdo ditë për shkak të sill pa dokumenta, vjen me dokumenta, domethënë është, si më thonë, është një rrëmuj, është një organizim i çorganizuar, nuk merret vesh domethënë se sa njerëz futen, dihet me loteri futen diku 50.000 familjarë janë futur çdo vit, por sa ka të pa identifikuar domethënë që punojnë nuk kanë letra emigracioni. Kështu që Trump po mundohet gjoja me kontrollu sistemin e njerëzve që futen në Amerikë, se gjoja këta njerëz që kanë ardhur nuk kanë qenë të si më thonë të kualifikuar ose se shqip këta i thonë screen, si më thonë me përkthyer shqips nuk i kanë sit mirë, domethënë nuk i kanë zgjedh mirë ata njerëz që kanë ardhur këtu në Amerikë. Por unë di faktin se për sa një afun shqiptar, domethënë që shumica kanë qenë domethënë Porgadec, Korçë dhe kjo zona e Juglindjes kanë ardhur me shumicë. Ajo njerëzit thonë se kanë pas lidhje me ambasadën, me këto, po thjesht është kur një familjar, se shkojnë të një mund një tjetrin, i tregojnë rrugën, ndoshta këta pjesa tjetër se kanë ditë, por gjithë secili prej këtyre familjeve kanë ardhur, kanë punuar, nuk se shoh që janë të involvuar me bë krime, domethënë janë. Ndoshta tani administrata e re po shikon për të marrë jo më shumicë, po për të marrë trurin, pra nga çdo vend për të thithur elitën.
Por ajo ka qenë vërtet deri tash, po edhe vizat e studentëve po duket sikur do me ndalu për momentin. Do me ndalu edhe vizat e studentëve, se këtu ka qenë një domon që kanë ardhur studenta, domon kanë aplikuar për këtë botës edhe kanë aplikuar në për fakultete të ndryshme të Amerikës edhe kanë ardhur këtu. Disa kanë pasur mundësi me paguar domon në bazë të ardhurve që kanë pasur familjet të tyre në për vendet që kanë ardhur, kanë paguar shkollat, një pjesë tjetër kanë punuar, kanë paguar shkollat. Këtu shkollat pranon nëse ti ke rezultate të mjaftueshme të pranosh në fakultet. E dyta, nëse ti ke mundësi me paguar domon fakultetin. Një pjesë ja kanë paguar familjarët, një pjesë tyre kanë marrë scholarship, në kuptimin e fjalës kanë dalë me rezultate të mira edhe shteti amerikan, fakultetet japin përparësi domon që nuk i ke pagesat e mëdha, një pjesë punojnë këtu, edhe masi kanë marruar fakultetin, një pjesë e tyre në një pjesë që po shumica deri 95% nëse kanë arrit që nëpërmes punës ose nëpërmes martesa me qëndru këtu. Domthon Amerika ka pas atë privilegjin se gjithë njerëzit që kanë ardhur këtu kanë ndihmuar, domthon kanë qenë elitar, si me thonë njerëz të edukuar që kanë ndihmuar në ekonominë amerikane, në zhvillimin amerikan. Por si duket Trump këtë vitin e fundit e ka stopuar edhe këtë programin e vizave të studentëve, edhe nuk e di se kush është qëllimi vërtet i tij, por kjo është situata. Ndërkohë ka pas sot edhe një thirrje nga ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë që për mashtrimin për martesat që mund të çojnë në dënime serioze në Shtetet Bashkuara, pra këto martesat fiktive, ndërkohë që ka aplikime të hapura për Teach Girls 2026. Pra, po janë mënyra të ndryshme që po tentojnë të thithin pra ajo që ju thatë pak më lart. Po çdo ligj që ka lidhje me përfitimin, domthon që njerëz kanë përfituar nga këto ligje që shteti amerikan i ka nxjerrë në raport me emigracionin, njerëzit mundohen me çdo lloj mënyre me përfitu. Martesa. Tash është shumë e vështirë ta dallosh një martesë fiktive me një martesë reale që s'është fiktive, reale. Këtu të paktën këtë vitet e fundit që kanë ardhur me dhjetra shqiptarë, me qindra shqiptarë, domethënë kanë ardhur në Amerikë,